për gabime doktorit, unë kom pësu humbjen e testisit. Kisha ditë që është të punuaj në zezën aty në mas parës, kisha guxu më drejtu aty heq. Tarme nuk mujna me ditën, sigur që mujna me kriju familjen. Mas 2 javëve të rija ka nisë me pos dhimtën, më ka dollë dhimta onën e djathë, si e njëjtë adhi. Pos goditje, si më godit me dorë të plaga. Më godit me dorë të plaga. Tarme nuk mujna me ditën, sigur që mujna me kriju familjen. Para 2 ditësh në Veriu Pikenfa kena publikuar një holumtim ku thuhet se një pacient në spitalin privat Klinika Amerikane është bërë 2 herë operacion dhe sipas tij për shkak të gabimeve të kirurgut në këtë spital e ka humbur testisin ku mjekët në Çukukën nuk kanë mundur ta shpëtojnë testisin e tij në operacionin e 3 dhe të 4. Unë përballë meje kam pacientin i cili e ka psuar nga këtu operacione sipas pretendimit të tij dhe ai po don me rrëfy komplet ngjarjen se si ka ndodhur. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Apo na tregon çka saktësisht ka ndodhur në fund për shkak të këtyre operacioneve? Cila është ankesa? Ankesa është për gabime doktorit, unë kom mësu humbjen e testisit. Cili doktor edhe Doktorët e Ekrem Sefio, në Klinikën Amerikane Behar Kusari. Apo na tregon prej fillimit çysh ka ndodhur ngjarja që shku më trajtu? Ngjarja më trajtu muajin janar, kom pas dodhim të onën e majt, kom bo kontroll e kom thirrë një doktor, një shok e kom pas doktor, më ka drejtu te Ekrem Sefio, e kena bo kontrollën. Ku e keni bo kontroll? Në klinikën Maj Klinik në Kosovë. Edhe më ka thonë që është herni. Duhet me Çai bjen herni me gjuhë bro. Gjuhën popullore për bruhet edhe kena vazhdu. E pse s'bën operacion aty në Maj Klinik? Nuk e dija im thanë në Klinikën Amerikane tha bojnë operimin, ma ka caktu ditën edhe na shku kena vazhdu me operim. Operimin e parë kom kalu tepër mirë. Nuk du me thonë kur gjë. Dokumenta kom po që në operim por e bo operacion në onën e majt? Në majt, po. Edhe kena kryu operimin ku konë me sukses gjithçka. Do me thonë pa kur farnit e lashe. Mas 2 javëve të rija ka nisë me pos dhimtën, më ka dollë dhimta onën e djathë, si e njëjta dhimt. Jo 100%, po e njëjta dhimt. Edhe e kom bo kontrollën, kur na shku tha herë një thashtë edhe kënena, e kena caktu tani i rajke dikon rreth 2 muaj ditë nërmjet. E kena bo terminin për me bo operimin. Apet mujin përëllin jëm shku në Klinikën Amerikane Behar Kusari, ku e kena bo operimin e dytë. Onën e djathë, në atë klinikë edhe të njëjtit doktor. Prej atyjet, prej operimit parë me dytin ka pos shumë dallim të madh. Prej sallës, prej që më ka dollë pija. Ja kom nisë me një, kom pos dhimta tepër të rana, kom kalu tepër keq. Edhe në operimin e dytë edhe kom një goditje. Vedije nuk kom pos goditje, si më godit me dorë të plaga. Ta e kom me anestezion ako? Ta e kom me anestezion, të mdollë anestezioni. Me një kom një, me full s'kom mujt me full edhe sytë së një kom qelë. Nuk e kom dit as ku është qysh tek. Kom hullumtu me këshyra, a kona i ka merë në esenë, se në qësoj i kom dyshu se kom pos edhe shaja edhe në trup. Shajat goditje? Po, shajat goditje si kam edhe me fotografi ato. Edhe atë natë më kanë mojt me terapia me senë, dhimt atë kurs më kanë ollë, dhimt kom pos gjatë të në kohës. Të nesën më kanë shu në shpje, se herën e kalu me menherë të nesit më në gjesë më kanë shu të shpia. Kom pos dhimta, që ditë kërë më shku në këshëm në shpe, kom pos jetha temperaturë, kom kontaktu me doktorin, tha nuk e kur gjatë, tha mëse merë nga zemrës, adin, e kom pini paracetamol edhe një Tylenol, ka pos e konë sezon edhe gripa, me nesha që i gripa, e shkom puna infekcionit, nuk e kom ditë ata, s'kom ditë as kom drejtu, se ishdo është me njerë me shku urgjent, pa i s'ma bonit modhe, dhe me thonë kom qëndru atë ditë të shpia, të nesër me të shpia, me të 4-tin, e premë të ukonën, me në gjesë, kom kontaktu, thash ku marrë me bo një kontrol, thash se jam mirë, thash jam tepër kesh, thash jam aj, thash edhe kam dhim tepër të mojam. Thash shkon klinik, thash unë të thash jam drejtu të tepër du morë, thash unë jam vështre në spitalin e vështres, i kom hyp kjerët, jam shku në vështre, kom bo kontrolën, më tha nuk është kur gjë, tha mos u bë marak, me ka qitë do borna, do i loshe
aty veç parajtje ishin, aty nuk ish kur gjë hesh. Ma ndaj çka ka ndodhur? Edhe më tha më drejtu në klinikën, maj klinik, të doktor Jetuni, urolog, me bo në ora 3 me bo një ultrazo. Ju më drejtu në ora 3 të Doktori Jetun, ma ka bo ultrazonin, tha urgent për emergjin, tha se nuk ko qarkullim testisë. Emergjenci ki fjallin për këtu në QKUK. Edhe ju më dërzu me njëherë prej maj klinikit, prej doktor Jetunit, ju më dërzu a i ka thirë stafin këtu kujdestar, kolegët e vetë. Ju më ardhë, mi kanë bo 3 ultrazona, nuk ka po qarkullim hesh. Ma kanë bo CT-n, me njëherë prej CT-s, doktor Liridën Selimoni më ka pranu, edhe direkt më ka shtinë sallë për operim, se ka po gjendjen katastrofë. U mënu me pështu, ki ka bo do prova, qysh e denaj se... punën e vetë. Ka punën e vetë, edhe ka provu më ma pështu, se ju ku më dhim djali i ri, edhe nuk ka mujtë, 12 ditë e kena mujtë, kena provu, herën e 4 më dosht me 16 me hi e krejt me largu, se nuk ka pos shanca për me pështu. Prej gabimi doktorit, dhe me thonë, edhe mjekët aty atë natë, më kanë thonë të QKUK-s, gabimet e tina, blokime qarkullimit gjakit. Pas 2 operacione që kja pos klinika amerikane, atë ka nejtë për mas klinika amerikane tutje në trajtimin të në? As me orë mund po, s'ka sorë mund po doktori. 2 herë që më ka kontaktu për mes ati shokën telefon, vish nga cmime për më po spitina. Provokime. Qarë kuptime? Provokim. Herën e por, kër i kom thonë, tha qyshje, tha shkom dhim shumë të noja, tha të kom qu, kishe tha të qova, tha të specialistat. Tha specialistit, tha shumë pruni mu në qëtë ditë. Herën e dytë, kër e kom thirat shokën, i kom kalzu që i kom hum testisin, ma ka bo halas që shku të shpija. Ne e kam një vendim të inspektoriatit shëndetësor që ka morë mas ankesës tonë që ke bo, edhe në vendim të inspektoriatit shkruan që këtë doktor e Krem Sefia u konë të përnu ilegalisht në klinikën amerikane, pasi që qyshe kanë këta obligim ligjor, mi lajmëru stafin në ministri, kush do që përnën ataj, su konë i lajmërum, tash po del për fokin se konë të përnu në maj klinika atje edhe të i mojt ka 2-3 venat punës, tjertë post venet por ilegalisht. Për që të staf që ka përnu në njërë ilegale në klinika amerikane, kjo kliniku dënu me 1.000 euro për inspektoriatit shëndetësor. Mirë po, edhe doktor Ekremi, edhe anesteziologu, ato i ka dënu inspektoriatit pasi që dokumentat nuk kanë qenë të nënshkrune, edhe nuk kanë qenë me faksimilje tyne. Qa ka ndurë? Cili është mendimi jëtë për ta? Nuk e diju, në të kisha di që është të përnuaj në zezën aty në masporës, kisha guzu me drejtu aty hesh. Po i kom besu fjollëve tina, edhe për mes ati shokët em që më ka drejtu taj, unë e kom pos bindjen e plotaj, me pas ditë që ko kësi sen, unë nuk kisha drejtu aty hesh. E këni lajmëru rastin dikon për shkak se në dokumenta thuhet që inspektoriatit shëndetësor e ka qu not mjekve, rastin ankesën tonë për trajtim pa përgjithshëm. Aty u shike edhe hoptaz, kolegë në me vete që e mbrojshin njën e tjetërin. U shike kjartë, fjallë këtë tjera më kanë thonë doktor të spitali, këtë tjera kanë thonë... Se s'po lyp ekspertizë t'jashtë me te? E kena lyp me avokatë. Avokate ka bo ankesën edhe në prokurori, ka dosht me shërtu Londën edhe ma felsesht, për medicenët, se në dhe në mjekve u shike ashtë që pe përkrahin kolegën e vetë. Atë ka thonë mjek tjere, a mund është me pas pasoja? Zikja shumë i madhë, kjo punë është një pikpytje. Nesër në tarme nuk mujna me ditën, sigur që muj me kriju familjen, për gabimit doktor. A këtë klinika amerikane masanine në i hertje? Jo, nuk jam konë klinika amerikane. Ma përpas që QKUK-s kërkon nuk jam vizit, jo. Në QKUK, në shkresat Londës e kom po që ka thonë që të kanë trajtu? Po, në QKUK më kanë trajtu jo mirë, po ekstrem mirë. Sidomos doktori Liridën Selimoni, Dardan Hoxha, atë natë më kanë prit, nuk e di që është ndryshëm. Tash, apo ki dhimt, apo ki të lasha? Kam të lasha, unë në majtë sidomos operimin e porë, që kom kryshim pa që kom bo operimin e klinikën Amerikane Behar Kosari, dhimtat i kam pasujet, atë dhimtat i kam si pa u bo kërë operacion. Se herën e porë që më shku për që atë dhimtat në njëjtë e kam... A ke bo na i kontrol, qa për thojnë? Kum bo kontrola, thuja se vazhdimisht, për me këshyrë punën, po për që dhimtat halon nuk po... Diagnozë nuk po kena. Tentojna me kontaktu inspektoren shëndetësore të rastit Vjolca Jusufe. Përshëndetje nderume. Jam gazmendi gazetar prej Veriu Pikinfo, jena të trajtu një ankesë të një pacienti edhe i kena dokumentat krejt.
Qa ka ndodhur me qëtë rast, jo vetëm e keni drejtu për të mjekëve, edhe s'keni morë kurfar vendimin lidhe as konstatimi me ankesë tina. Po. Unë jam vetëm inspektor, vendimin e kum shu, edhe Ministri Shëndetësisë ka gjatë në dokumentacion, edhe informata që nuk kam të drejtën, një vetëm inspektor. Po që ke lëshu një vendim ku e ke dënu ves me 1.000 euro, një mjek i cili ka punu në mënyrë ilegale në klinikë amerikane, pa lajmërim dëlla. Ashtu shtë? Ministri Shëndetësisë merr informacione me ato të shme. Po ti e ke posë rastin. Ne li komunikime. Tash po e tentoj me kontaktu me avokatën e klinikës amerikane për shkak se na i ka cu edhe dhe para lajmërime për pa dije sene. Avokatja klinikës amerikane Albulina Ukimeri se dje ashtu dhe sot nuk po përgjigjet në telefonata për me jep një qëndrim të klinikës lidhur me ankesën e pacientit më vetë rrethën 1 vjeçarit nga Prishtina, i cili pretendon se si pasojë e menaxhimit jo të mirë të operacionit tina nga kirurgu Ekrem Sefiu e ka humbur njërin testes të tij dhe ka pasoja jetësore nga këto operime të bëra